Në prag të takimit të pritshëm mes presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis, Turqia dhe Greqia përballen me tensione të reja në detin Egje. Duke nisur nga e hëna, në Ankara mblidhet Këshilli Suprem i Bashkëpunimit Greqi-Turqi, me mundësi edhe për një takim të drejt mes dy liderëve. Tensionet janë ndezur pas përdorimit nga Turqia të sistemit Navtex përpara lajmërime ushtarake në Egje, veprim që Athina e konsideron provokim dhe përpjekje të palishme për zgjerim territorial. Nga ana tjetër, Ankaraja e cilëson një procedurë rutinë në përputhje me legjislacionin. Mosmarrveshjet mes dy vendeve përfshin prej dekadash shelfin kontinental, burimet natyrore dhe kufit detar, ndërsa Turqia vijon të mos njohë konventën e OKB-s për të drejtën e detit. Ndërkohë, Athina rezervon të drejtën për zgjerimin e ujrave territoriale edhe në Egje, çështje që Ankaraja e ka konsideruar më herët si shkak për luftë. Pavarësisht përpjekjeve për dialog, një marrëveshje konkrete mes dy vendeve mbetet ende larg.